Ferizaj Mezi Pret Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin. Ferizaj e mbar Kosova, 16 shtatorin, e përjeton si datë të re lirie, si datë e verdiktit historik, ku e vërteta, sakrifica për liri, gjaku i luftëtarve, amanetet e dëshmorve, eshtrat e të rëndve dërshekuj marrin vullën e pashlyeshme të historisë për të drejtën historike që kishim e koha e vërtetoi. Lirin për të cilin luftuam edhe pak ditë në ndajnë t'i takojmë, t'i përqafojmë, të shmallemi me shokët, me prisit, me liderët që Kosovës gjithçka i dhanë për lirin e saj, për shtetësinë e saj. Ferizaj Mezi Pret Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin. Kosova po pret, po presim gjithë, do t'i numërojmë orët, minutat, sekondat, deri më 16 shtator. Kosova pret se ka kënë e pret. Kosova ka kënë e pret Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin, uroj shpejt edhe Calin dhe gjithë të tjerët që kanë kaluar në për procese të shumta për t'i dhënë vull edhe njëherë, për të kaluar edhe në një betejë shtesë për të rikonfirmuar të drejtën tonë për qenë të lirë dhe të pavarur dhe për të gëzuar Kosovën që e kemi sot. Ferizaj mrena shtatorit 2 herë ka me ardhur në Prishtinë. Me 12-in, ku krejt Kosova Shqiptaria është atje, edhe me 16-in në aeroport mi prit ata djemë venit tonë.